Fokusi tashmë te kampionati dhe duhet thënë Gvozdanović që fakti që Elbasani ka siguruar tashmë Final Four, por shumë mund cilësohen fakt dhe si surprize këtij sezoni. Si është gjendja e grupit? Sfida e ardhshme përmendët dhe ju do jetë kundër Vllaznisë. Deri tani tjetër, deri tani ne jemi arritur një objektivi kryesor nga klubi. Kjo është Europa edhe Final Four. Po. Tani patjetër neve do luftojmë edhe për kampionatin, për kampion. Kemi 4 javës fundit në kampionati, pastaj kemi Final Four. Ne jemi në rrugë e duhur, gjende midis neve, do të thonë lojtarët ne jemi rregull, ne jemi shumë mirë, patjetër ne jemi pak mërzitë shumë, por prap sot ishte stërvite dhe folar me qunat, ne jemi gati edhe rregull, edhe tani mendoj vetëm për Shkodrën, si do bëjmë maksimum në fush. Po, dhe do të jetë një test i rëndësishëm apo jo, sepse është i njëjti ekip me cilin është e sigurt përballja në Final Four. Po, patjetër, diferenca midis Shkodra edhe ne është 1 pikë. Do të thonë çdo pikë ka vlerë. Një do të them derbit të henen në ora 7. Pastaj do presim pak edhe do shta mas të ndeshje mu të flasim pak më shumë. Patjetër, asgjë nuk dihet dhe futbolli sjell absolutisht surpriza, është vështirë të bëjmë parashikime, por ndërkohë krahas Vllaznisë duke qëndruar te sfidat përmbyllëse në fakt kampionati, 3 sfida tjera janë me ekipet që po t'i shohim janë në fund të renditjes dhe duken si përballje më të lehta apo jo, por pikët duhen marrë sepse janë shumë të rëndësishme. Po për mendimin tim jo, sepse tani është shumë vështirë do fitosh